ka komente që dhe në fakt kështu duket pak të në pamjet parë, po ti mund na thuash diçka më shumë, që ka komente që praktikisht opozita, sidomos Partia Demokratike, është kapur gafil nga kjo histori. Pra është kapur gafil nga ky vendim politik i Partisë Socialiste për të shkarkuar kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Velia dhe për ta kaluar Tiranën në zgjedhje. Ndërkohë që komenti vazhdon më tej duke thënë që ju që kur bënit protesta përpara Bashkisë Tiranës duhet ta kishit të gatshëm profilin e kandidatit për kryetar bashkie. Po, për mendimin tim ky është konstatim i saktë. Ndërkohë që opozita do duhet përgatitej me një emër, tani më është kohë humbur. Dhe kandidati që duhet dilte dje nuk del as nesër, se sot nuk ka dalë. Që do të thotë, Edi Rama me gjithë makinerinë e vetë shtetërore, me gjithë deputetët, me gjithë ministrat, me një zëvendës kryeministre që i ka dhënë çelësat e kryeqytetit tani për me drejtu fushatën, me një emër kandidatit shpallur me 11 shtator, ndërkohë nga opozita nuk kemi kandidat. Kemi parasysh avantazhin që jap zgjedhjet e pjeshme gjithmonë. Sot kemi tre negociatorë që do të flasin në partitë e tjera. To janë kështu historira pa lidhje pastaj, por ne po flasim. Pa lidhje? Po shiko. Politika duhet ketë seriozitet. Kandidati opozitët do duhet kishte dalë dje. Në momentin që u arrestuar Erion Velia në muajin shkurt, opozita shqiptare duhet dilte me një emër në hije për kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës. Në rast se ne mendojmë që jemi një parti konservatore, duhet marrim parasysh çfarë ndodh në Angli. Partitë në Angli që janë konservatore, partia konservatore. Ka gjithmonë një qeveri. Po ka qeveri nije, un kam takuar 2 deputet përpara ca kohësh në Tiranë dhe mu prezantu njëri jam ministër nije, tha i jashtëm. Pra, i projektohet si ministër nije. Do më thënë, ne s'kishim ministra nije me zgjedhje 11 majit, por nuk kemi tani as kryetarin e bashkisë nije, kur kryetari i bashkisë aktuale është në burg. Pra, unë mendoj që opozita këtu është kohë humbur. Dhe me sa duket të zhvillimet në opozit, mendoj që është hapur një garë se kush nuk duhet kandidoj. Jo kush duhet kandidoj. Pra, kjo është çmenduri. Kur kemi parasysh që kryetari i bashkisë Tiranës është në burg, flitet për afera shumë të mëdhaja, kemi parasysh që kemi kandidate për mendimin tim shumë të dobët për 2 arsye. Arsyeja parë është që nuk është një kafshë politike. Po flet për zonin Manastirliu. Ogerta Manastirliu do të kaloj pa dhënë asnjë lloj mesazhi, thjesht ka partinë e fortë mbrapa. Por kemi parasysh që votuesi në Tiranë është një votues i cili për mendimin tim është i emancipuar, është i stërvitur dhe pranon kandidaturën e fortë nga ana e opozitës në gjykimin tim. Kur kemi parasysh që Partia Socialiste në Bashkinë e Tiranës zgjedhjet e fundit nuk i ka kaluar 48%. Jo në qark. Në zgjedhjet e 11 maj. 11 maj, që do thotë këto copzat e opozitës pa tjetër, në rast se do të flasim për bashkim mekanik, që unë nuk e besoj, se politika është dinamike, mund ta mundin 48%, po flasim gjithmonë parim. Por pa tjetër që Partia Demokratike duhet ndaj mendjen edhe me këto partitë që ka rreth e qark. A janë këto patericat pushtetit, siç është thënë fillimisht, apo jo? Apo sot e kanë ndarë mendjen për të bërë një front të bashkuar opozitar për me mund kryetarin e këtë kandidaten Manastirliu. E dyta dobësia e Manastirliut në gjykimin tim është që është një kandidate e cila ka disa dosje në SPAK. Kjo është e vërtet, janë regjistruar procedime penale. Kështu që e parë këtë këndvështrim unë mendoj që ajo është një kandidaturë e dobët në raport me një kandidaturë të mirë të Partisë Demokratike, po cili do ishte prototipi i kandidatit të Partisë Demokratike në gjykimin tim. E parat mos kishte lidhje me qeverinë. Ne dim shumë mirë që politika është biznes fitim prurës, shumë në opozit kanë biznes me qeverinë. Një kandidat që duhet shkoj para qytetarëve, mos shkoj me Range Rover dhe me Dolce Gabbana për mi kërku votën, por të bisedoj me ta, të ketë një projekt politik, apo jo? Të jetë njëri i cili mos jetë qoka e radhës e kryetarit. E këtyre pseudo takimeve tani, jo kam grup negociatorë tjerë, ndërkohë që kandidati opozitës, siç e thash, do duhet të projektohej që më parë. Duhet jetë figura më e lartë morale sepse ti natyrisht je njeriu nga ne që jemi këtu, natyrisht Neritani ka kaluar shumë kohë kur ka qenë, le të themi, afër për shkak pozicioneve që ka pasur, afër edhe makinacioneve që bëheshin në Partinë Demokratike dhe në koalicionet që ajo ka pasur në atë kohë. Por ti që je njeriu më afër tani dhe që je më brenda në Partinë Demokratike, e shikon këtë treshen negociatore si, le të themi, një truk për të fituar kohë,
sepse nuk ka një emër të gatshëm, apo seriozisht po mendohet për të krijuar një kohezion. Ore, nuk ka më kohë, domethënë. Kjo është sigurisht për të fituar kohë. Kjo nuk diskutohet fare. Për fitu kohë. Po patjetër mëse kjo duket qartë, me që në rast se do të ishim nga që s'ka kandidat pra, këtë po themi. Nuk ka kandidat tani. Unë për mendimin tim edhe këta personat që janë votuar zgjedhje 11 maj. Nuk ka kandidat se nuk do njeri të dali, apo se nuk po identifikojnë kush është i fortë. Ne po flasim për kandidat kompetitiv. Ne po flasim për kandidat kompetitiv. Po pse nuk ka kandidat kompetitiv? Shiko, kam një arsyetim tjetër në raport edhe me emrat që morën shumë vota në zgjedhjet e 11 maj. Në Tiranë flas, ë? Jorida Tabaku. Shiko, kjo historia që të qëndrojnë në zonë komforti, për mendimin tim kjo është një çmenduri dhe është fyren e demokratëve. Në rast se ty partia të kërkon një kandidim, edhe me dëm, në rast se ti do ta humbësh garen, siç po thuhet rëndom, sigurisht që ti duhet ta pranosh se s'mund të marrësh vetëm dafinat në Partisë Demokratike, ta shtrojnë rrugën me dafina. Se më kujtohet ajo historia vjetër e Bamir Topit që kur ju prezantu dhe ju dha e thirrën për me ia dhënë Tiranën, Bashkinë e Tiranës nuk e pranoi. Pra unë mendoj, ky është soi im i politikanit, siç e shikojnë veten time. Në rast se mu Partia Demokratike do më kërkonte që të kandidoja, sigurisht që kur ka... Sa po u vetë ofrove? Jo, po flasim parim, shiko Alban. Unë kam shku në vendindje time për me kandidu. Nuk më ka qu kush me zor, kam shku vetë. Unë veproj në Tiranë patjetër, unë këtu kam emisionin gjitha, mund kisha kandidu këtu. Pra atje unë e kam tregu qasjen time politike që du t'i shërbej atyre qytetarëve aty. Dhe gjithë jeta ime ka qenë për me bë diçka për atë vend atje. Tani po ndodh se kemi Ali Mehmetin që e ka deklaruar që nuk do t'jetë. Zonja Tabaku gjithashtu, Belind Kulliçi po ashtu që është deputet iku e lajnjer deputet lëgun për të bërë kandidat për kryetar bashkie, humbi dhe tani është kthyer prapë në deputet, kështu që nuk është asaj. Nuk ka kandidat të tjerë Partia Demokratike kur thua që domethënë nuk ka figura, nuk ka emra në këtë moment. Unë mendoj që figura dhe emra ka. Apo janë aty, po nuk janë të gatshëm. Nuk janë të gatshëm dhe me sa duket nuk janë të përgatitur. Shiko, opozita nuk duhet vdes para se ta prek plumbi. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj ka dhe i problem tjetër. Nëse ne mendojmë që ky është... Ma le ta mbaroj argumentin. Pse ndodh që ata të cilët mund të ishin identikiti nuk janë të gatshëm? Se kjo besoj është pyetje thelbësore në këtë moment. Pyetje thelbësore është dhe ky parashtrimi që do të bëjon ty tani. Ka një fatalizëm që me Edi Rama nuk bëhen zgjedhje, apo jo, që e gjejmë çdo ditë. Po pra, tani në rast se ne do i themi njerëzve me Edi Rama nuk bëhen zgjedhje, sigurisht që ti do shkosh për të humbë në zgjedhjet e pjesshme kur ti emroj ky inteligjencë artificiale, se president Republike nuk është ai, është inteligjencë artificiale që e ka vendosur ky. Në rast se duhet të ketë një diell shteti shqiptar, duhet të jetë presidenti i Republikës. Tjetër mos shpërndan në përdel. Shikojmë shtetin se si funksionon shteti. Pra unë mendoj që ne duhet ndajmë mendjen, i vjedh Edi Rama zgjedhjet? Është drejtësia e kapur? Dhe këtu të vazhdojmë aksionin politik që mund shkojë edhe deri te djegja e mandateve, patjetër. Shiko, unë kam votu për djegjen e mandateve të herën e kalume, po jo me i djeg mandatet edhe me shku me bo pazar me Ramën. Pra, ne duhet ndaj menë se diskursi politik tu ka kriju inflacion. Në rast se ti thu që më vjedh Edi Rama zgjedhjet, po si mund të futesh në një palë zgjedhje që ai do t'i vjedh sidomos kryeqyteti, që ka shumë të rëndësishëm që janë lehtë ndërtimit, është korrupsioni, punë të veta, çfarë bëjnë këto etj. Janë dhe 5 bashki tjera, se po flasim vetëm qytetarë të Tiranës, dhe ata të Vlorës janë qytetarë, dhe po dakord, Tirana e merr vëmendjen sepse ne dim shumë mirë që Tirana është laboratori ku projektohet se çfarë ndodh. Pra, kemi qartësi politike që për momentin mungon. Ne duhet jemi të qartë. I vjedh zgjedhjet apo si vjedh zgjedhjet. Pastaj, në rast se ne themi që ky i vjedh zgjedhjet, ne nuk na mbetet gjë tjetër vetë se t'i ftojmë njerëzit për mos me votu zgjedhjet e pjesshme. Leadershipi i Partisë Demokratike ka deklaruar sido që t'i bëjë Edi Rama zgjedhjet dhe ne do marrim pjesë. Domethënë, kjo është e padiskutueshme.